Darta u Haxhej, përfaqësuese e Adriatic Park Tenis në Shkodër, si gjithmonë organizatore kryesore e turneut botror aktualisht për moshat U18. Darta, sa ekipe dhe sa sportistë marrin pjesë në këtë turne? Ky është edicioni i tretë që organizohet i turneut ITF Juniors këtu në Shkodër. Marrin pjesë 120 lojtarë nga 32 shtete të botës, të cilët frekuentojnë ambientet Adriatic Tennis Parkut gjatë datave 21 deri me 27 prill. Si po shkojnë ndeshjet e para kualifikuese? Ndeshjet po shkojnë shumë mirë, kemi shumë lojtarë fair play që është shumë e rëndësishme në sport edhe në tenis, edhe po shohim një kualitet të mirë të lojtarëve. Kush janë disa nga kombëtarët apo shtetet kryesore që marrin pjesë në këtë turne? Fatmirësisht në këtë turne kemi pjesëmarrje nga shumë shtete të ndryshme, që e bëjnë këtë ngjarje edhe më interesante edhe për ne edhe për të gjithë ata që marrin pjesë. Kemi lojtarë nga Kina, nga Hong Kongu, nga shtetet e Evropës, nga Bullgaria, nga shtetet e Ballkanit, e kështu me radhë. Shqipëria përfaqësohet në këtë turne? Po, patjetër që po, ka pjesëmarrës që marrin pjesë edhe tek vajzat edhe tek djemtë. Sa është numri i pjesëmarrës të tenistëve shqiptar? Të tenistëve shqiptar nuk e di numrin sakt. Nga Shkodra ka përfaqësues? Po, kemi përfaqësues nga Shkodra, Ana Tereza Gulin, Lora Bushatin, Inki Hysenin, të cilat kanë marrë pjesë në këtë turne. Kanë pretendime tenistët shqiptar për trofe? Duke marrë parasysh se niveli i garës është shumë i lartë, është një mundësi shumë e mirë për to që të tregojnë aftësitë e tyre për të luajtur. Blarta, faleminderit, suksese!